Kur vdes ndërgjegjja. Islami I kushton kujdes të madh zhvillimit të ndërgjegjes tek njeriu, sepse ai të cilit I ka vdekur plotësisht ndërgjegja, vështirë se mund të klasifikohet si besimtar I sinqert dhe se mund të shpresojë mirësinë dhe shpërblimin e Allahut në këtë botë dhe në botën e ardhshme, edhe nëse formalisht I kryen ibadetet e përcaktuara. Ndërgjegja është ndjenja e brendshme njerëzore, e cila e bën njeriu që ta vëzhgojë sjelljen e tij. Ai atëherë ka aftësi që ta dallojë të keqen nga e mira, në fjalë, në vepra dhe në ide, si dhe ka aftësi ta aprovojë dhe pranojë atë që është e mirë dhe e bukur, dhe ta refuzojë atë që është e keqe dhe e shëmtuar. Tregohet se sundimtari I një shteti kishte urdhëruar që nëpër qytete të vendoseshin tabela në të cilat ishte shkruar mesazhi: "Ti nuk je vetëm, ne të gjithë po të shikojmë", në mënyrë që ta zgjonte ndërgjegjen e njerëzve, sepse kur njeriu është I vetëdijshëm se të gjithë po e shikojnë, atëherë ai nuk do të veprojë në kundërshtim me normat ligjore dhe me postulatet e moralit shoqëror. Ne muslimanët nuk kemi nevojë për thënie dhe mesazhe të tilla, sepse ne e dimë se e kemi atë I cili na mbikëqyr dhe na sheh në çdo kohë, dhe ai është Allahu I madhërisëm. Për fat të keq, ne këtë shpesh e harrojmë dhe e injorojmë. Ndërgjegja e gjallë dhe e zhvilluar është gur themeli I kontrollit brenda çdo njeriu. Ndërgjegja e gjallë është gjykatësi, polici dhe rojtari, dhe ajo është peshoj precize e cila e ndan të vërtetën nga mashtrimi, të drejtën nga e gabuara. Pa ndërgjegje të zhvilluar dhe të gjallë në jetën e shoqërisë, nuk do të rritet asgjë përveç mjerimit, çrregullimit edhe pasigurisë, pavarësisht se sa është I zhvilluar sistemi shtetëror, ligji dhe metodat e kontrollit të krimit. Për fat të keq, në shoqëritë moderne shumë njerëzve u ka vdekur ndërgjegja, disave ju ka rënë në gjumë, kurse disa e kanë shitur për pak para. Ne sot I shohim të gjitha këto grupe në shoqëri. Shohim politikan, gjyqtar, nënpunës shtetëror, studiues, profesor, tregtar, të cilët shumë lirë e kanë shitur ndërgjegjen e tyre dhe bashkësinë shoqërore e kanë sjellë në situatë të vështirë dhe të palakmueshme. Edhe kur të shitet ndërgjegja, atëherë shohim se si punëtori sillet në mënyrë të papërgjegjshme ndaj punëdhënësit, kurse punëdhënësi e shfrytëzon pa mëshirë punëtorin. Shohim edhe gjyqtarin që gjykon gabimisht edhe luan me jetën dhe nderin njerëzor. E shohim se si ai, të cilit I kemi dhënë borxh, e mohon borxhin që ka marrë, dhe shohim se si ata të cilve ju është besuar ndonjë amanet, me lehtësi e tradhtojnë amanetin e besuar. Kur të humbet ndërgjegja, atëherë shfaqen tregtarë dhe kamataxhi të pashpirt, të cilët I shfrytëzojnë nevojat e njerëzve, dobësinë dhe varfërinë e tyre, për të fituar në çdo mënyrë, madje edhe në llogaritë të ushqimit dhe veshjeve për të uriturit edhe të varfrit, në llogaritë të nevojave të jetimëve dhe ilaçeve për të sëmurët. Kur të shitet edhe të humbet ndërgjegja, atëherë njerëzit janë të gatshëm t'ju lëndojnë, t'ju pushojnë nga puna, t'ju shkatërrojnë karrierën, madje edhe t'ju vrasin dhe t'ja vënë zjarrin shtëpisë dhe pasurisë suaj pas një arsye. Kur të humbet ndërgjegja, do të shihni se si dëshmitari dëshmon rrejshëm pa pendim. Do të shihni se si të fuqishmit e kthejnë zullumqarin dhe kriminelin në viktim, kurse viktimën në zullumqar dhe kriminel. Kur të humbet ndërgjegja, do të shihni një shumicë të atyre që pas një përgjegjësi dhe ndjenjë të fajit e tradhtojnë popullin edhe shtetin e tyre për të cilët janë derdhur lumejnë gjaku dhe loti të nënave. Kur të humbet ndërgjegja, gjithçka bëhet e lejueshme, gënjeshtra dhe dëshmia e rrejshme, tradhtia, vjedhja, pasuria haram, immoraliteti, vrasja dhe të gjitha veprimet e tjera jo normale dhe të pamoralshme. Kur të humbet ndërgjegja, mendjet njerëzore bie në gjumë, urrejtja shpërthen në sipërfaqe si vulkan, shëmbet njerëzimi dhe humanizmi tek njerëzit dhe humbi ndjenjat për vlerën e tyre. Atëherë njerëzit nuk përfitojnë nga begatia e mendjes, dëgjimit edhe shikimit, siç thuhet në ajet. Ata kanë zemra me të cilat nuk kuptojnë, kanë sy me të cilët nuk shohin, kanë vesh me të cilët nuk dëgjojnë. Ata janë si shtaz, madje edhe më të zi. Ata janë të pakujdesshëm.
Surja El Araf 179. Kur të vdes ndërgjegja, prishen standardet e vlerave dhe atëherë e mira bëhet e keqe, kurse e keqja bëhet e mirë. Atëherë tradhtari bëhet i besueshëm. Kur të vdes ndërgjegja, atëherë për njerëzit është më mirë në tokë se sa mbi tokë.